gjatë ngjarjeve të fundit, përjetoi atë që nuk është dashur të ndodhë. Fjala është për datën 19 të vitit 1990, kur arsimtarët e shkollës fillore Aca Marović ftohen në mbledhje, ndërsa nxënësit nxjerrën jashtë nga ana e drejtorit për të cilësuar më vonë si demonstrues. Të brengosur e të revoltuar për atë që ndodhi në këtë mjedis, prindërit e nxënësve të bashkisë së 16 dhe të 17 lokale kërkuan që sa më parë të ndryshohen rastet edhe për të informohet opinionin. Ne, tha Asim Tërnava, tërësisht jemi të brengosur se po na vihet etiketa majmun, kanibal, terrorist, gjëra të cilat nuk janë të shqiptarëve, ndërsa nxjerrjen e nxënësve jashtë, rrahjen dhe maltretimin e tyre në rrugë i konsiderojnë të paprecedens në këtë dënqie. Shumë diskutues thanë se jemi për pluralizëm, për fillim të proceseve demokratike, për dialog të hapur me alternativen, për barazi të plot të regjistri, por nuk jemi për gjendje të jashtëzakonshme dhe ajo duhet të kthehet së mapare. Njëri thanë ata për krajin kërkesë të studentëve të Universitetit të Prishtinës. Radivoje Vulić, kryetari i Lidhjes së Qytetarëve të Poshtë Kosovës, tha se është mirë që për herë të parë jemi të mbuar shqiptarë Sedma dhe Zezeron. Unë nuk jam kundërdhunës ndaj të pafajshmëve. Nga shumica e diskutuesve në këtë mbledhje u kërkua që sa më parë të heqet gjendja e jashtëzakonshme. Ata njerëzit të kundërshtojnë me vendosmëri ndaljen në qendrën e studentëve, si dhe propozimin për mbylljen e Universitetit të Prishtinës. Edhe prindërit të arsimtarëve të bashkisë së 16 dhe të 17 të Poshtë Kosovës në këtë mbledhje kërkuan që bojkotimi i mësimit të ndërpritet menjëherë dhe që nga dita e hënë nxënësit sërish të fillojnë betejën e tyre për diturit të reja. Jemi të obliguar që të reagojmë veshmës për ndaljen në qendrën e studentëve, sepse një ndalje e tillë bat në vete konsekvenca e pasojave.